Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama ironizon lëvizjen e të rinjve, poston foto me simbolin e flamingos në ditën e tij të lindjes. Berisha bën thirrje për lirimin e protestuesve të arrestuar. Godite tjetër rasti trafiku të drogës në Rinas, kapen 46 kg kanabis në valixhet e ardhura nga Kanadaja. Pra nga 34 vjeçarit procedohen edhe 2 gra. Aksident tragjik në rrugën Librazht Porrenjas, masivi shkëmbor bie mbi makinë dhe i merr jetën shoferit. Një 66 vjeçar plagosit në Lezhë pas përplasjes nga mjeti. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Organizatorët e protestës kanë paralajmëruar këtë të shtunë një tubim të madh ku do të marrë pjesë edhe diaspora. Protesta e kësaj të shtune përkon edhe me ditëlindjen e kryeministrit Edi Rama. Ky fundit ka zgjedhur të presë urimet duke postuar një foto në rrjetet sociale me simbolin e flamingos. Kryeministri Edi Rama ka ironizuar sërish protestat për çështjen e Zvërnecit. Në një postim në Facebook, urimet për ditëlindjen e tij, kreu i qeverisë si lidhe me tubimet qytetare, duke postuar një foto të tij, teksa bashkangjitur shihet një flamingo, i kthyer në simbol të protestave. Rama u shpreh se përpos urimeve, është i vetëdijshëm se nuk do të mungojnë as komentet negative. Faleminderit për urimet e panumërta për ditëlindjen, e pamundur të përgjigjem të gjithave dhe prandaj po ju apërcjell këtu falenderimin, bashkë me ndjesën e mos përgjigjes në telefon. E më këtë rast faleminderit edhe për sharjet që nuk do të mungojnë më poshtë, sepse urrejtësit besnik janë prova më e sigurt që nuk po jeton kot. Ndërkaq, sot pritet të zhvillohet protesta në bulevardin qendror, teksa aktivistë dhe qytetarë kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive. Përpos qytetarëve nga vendi, këtë të shtunë pritet t'i bashkohet tubimit edhe diaspora. Në pikën kufitare të Muriqanit kanë hyrë makina të shumta me flamuj kombëtar. Tubimi i kësaj të shtune shënon protestën e 35 kombëtare me kërkesat për anulimin e projektit të Kushnër në Zvërnec, anulimin e ligjit për zonat e mbrojtura, transparencë nga qeveria, anulimin e paketës së maleve dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Protesta kombëtare kundër qeverisë dhe projektit të Zvërnecit ka nisur rreth orës 19, ashtu siç ishte paralajmëruar. Qytetarët janë grumbulluar fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Pas përfundimit të fjalimeve, nuk dihet se si do të vazhdojë skenari i protestës, për shkak se kjo e sotme është paralajmëruar të jetë kombëtare dhe pjesëmarrës janë bashkuar edhe nga diaspora. Kërkesa kryesore është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Policia goditi një tjetër rast të trafikut të drogës nga Kanadaja në drejtim të Shqipërisë. Uniformat blu zbuluan ngarkesën prej 46 kg kanabisi në formë xhelatinore. Njëri u arrestua dhe 2 gra u proceduan penalisht, ndërsa po kërkohen bashkëpunëtorët e tyre. Një 34 vjeçar që tentoi të fuzë 46 kg kanabis në Shqipëri përfundoi në pranga. Kristian Gjoni kishte për qëllim të trafikonte hashash në 2 valixhe, të cilat kishin përshkuar hapësirën ajrore deri në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Operacioni i zhvilluar nga Komisariati i Rinasit në bashkëpunim me autoritetet doganore u finalizua me kapjen e drogës që kishte ardhur nga Kanadaja e ndarë në 89 paketime. Nëse ngarkesa e lëndës narkotike do të përfundonte në treg nga shitja e kanabisit në formë xhelatinore, do të përfitoheshin rreth 250.000 euro. Ndonse 2 gra të moshës 31 dhe 40 vjeç nuk u arrestuan, ato u proceduan penalisht, ndërsa hetimet do të hedhin dritë nëse ka edhe persona të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Mali i Shëngjinit u përfshi nga një zjarr i madh gjatë orëve të natës që shkrumboi zonën me pisha dhe shkure. Flakët rrezikuan edhe banesat, ndërsa operacioni për vënien nën kontroll u vështirësua nga terreni i thyer. Operacioni për shuarjen e zjarrit në maljen e Shëngjinit ka vijuar edhe këtë të shtunë gjatë gjithë ditës, duke bërë të mundur vënien nën kontroll të flakëve, ndërsa autoritetet po punojnë për izolimin e vatrave aktive. Fatmirësisht, deri tani nuk raportohen banesa të dëmtuara apo persona të lënduar.
ndërsa një person është ndaluar nga policia pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin teksa diqte mbeturina pranë zonës pyjore. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, bëri thirrje të shmanget djegje e mbeturinave dhe sipërfaqeve bujqësore, ndërsa paralajmëroi se shkelesit do të përballen me ligjin. Është vënë totalisht në kontroll vatra e zjarrit, po operohet me forcat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në terren për të eliminuar dhe vatrat e fundit. Duhet të bëj një mesazh për të gjithë komunitetin, për të gjithë qytetarët. Tashmë kemi hyrë në zonën më të nxehtë të verës, që ka të bëjë me temperaturat ekstreme që mund mos të përjashtohen për muajin korrik dhe gusht. Ndaj dhe Flakët kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në kurorën e gjelbër të malit, duke shkrumbuar sipërfaqe të mëdha. Gjatë natës, vatra aktive u zhvendos në anën jugore të malit, ndërsa u pengua përparimi drejt zonave të banuara. Një tjetër vatër zjarri u regjistrua edhe në fshatin Plan, pranuarës së Milotit, ku flakët rrezikuan banesa dhe toka bujqësore. Falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfiksëve të mbështetur nga banorët e zonës, zjarri u izolua dhe u shua në kohë, duke shmangur dëmet. Shkëputja e një masivi shkëmbor në rrugën Përrenjas-Librazh rezultoi fatale për shoferin e një automjeti. Ai gjeti vdekjen pasi guri ra mbi automjet duke shkatëruar plotësisht. Ndërkohë në Lezhë, një 66 vjeçar që lëvizte me biçikletë mbeti plagosur rënd pasi u përplas nga një makinë. Një 42 vjeçar humbi jetën tragjikisht në një aksident fatal mbrëmjen e së premtes. Teksa po kalonte në aksin Përrenjas-Librazh, një masiv guri u shkëput nga mali, çka rezultoi fatale për drejtuesin e mjetit. Siç duket edhe nga pamjet, makina Benz me të cilën ai po udhëtonte është goditur, ndërsa shkëmbja e ka shtypur plotësisht pjesën e përparme, ka thyer tërësisht xhamin dhe ka shkatëruar derën e krahut të shoferit. Aksidenti tragjik ka ndodhur në fshatin Hotolisht. Ndërkaq, një tjetër përplasje ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në aksin Lezhë-Milot pranë kryqëzimit të Rilës. Një automjet me targa të Kosovës ka përplasur një biçikletë me të cilën po lëvizte 66 vjeçari Preng Ndreka, banues në Shënkoll. Përpasoj 66 vjeçari ka mbetur i plagosur rënd dhe është transportuar me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Një e moshuar ka mbetur e plagosur rënd pas një incidenti të ndodhur në zonën e ujit të ftohtë në lungomaren e Vlorës. Gruaja ka rënë nga shkallët e autobusit teksa po zbriste, duke u përplasur në bordurën e shëtitores. Si pasojë ajo ka pësuar lëndime në kokë, fytyrë dhe gjymtyr. Qytetarët kanë njoftuar menjëherë policinë dhe ambulancën, ndërsa sipas dëshmitarëve ambulanca ka mbërritur me vonesë. E moshuara është transportuar në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku ka marrë ndihmën mjekësore. Afro 5.000 aplikime janë regjistruar në Bashkinë e Tiranës për të përfituar nga programi i kredive të buta. Gjysma e tyre janë përzgjedhur për në fazën e dytë, ku qytetarët duhet të plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm deri në datën 31 korrik. Shpallur fitues në fazën e parë të programit të kredive të buta mund të vijojnë tashmë me fazën e dytë të procesit. Ata duhet të plotësojnë në mënyrë elektronike formularin e strehimit në portalin e-Albania dhe ta shoqërojnë ato me dokumentacionin përkatës. Ky ka qenë një numër rekord aplikimesh, pasi në fazën e parë kanë qenë 4.906 aplikime, ku kanë fituar diku tek 2.400 veta për të vazhduar në fazën e dytë. Kemi pasur edhe ankimimet e skualifikimeve të fazës së parë, ku nga 500 ankimime që janë bërë, janë përzgjedhur rreth 235 veta, të cilët janë bashkuar numrit që sapo përmenda për të vazhduar në fazën e dytë. Dokumentat e kërkuara dorëzohen deri në datën 31 korrik pranë sektorit të informimit dhe shërbimeve publike në Bashkinë e Tiranës. Lista e përfituesve është e afishuar pranë njësive administrative ku qytetarët mund të verifikojnë emrat e tyre. Gjithashtu, qytetarët që kanë vështirësi në aksesi në shërbimet elektronike mund të drejtohen pranë njësive administrative për asistencë në aplikim. Nëse kanë kaluar në fazën e parë, kanë kaluar pjesën më të rëndësishme, e cila është që ata vërtetojnë që nuk kanë një pronë
të tyre dhe pastaj vërtetojnë edhe limitin e pagës. Fazën e dytë do bëhet përzgjedhja e kritereve dhe e pikavarazhit, që do të thotë që në rast se do aplikojnë të 2500 vetat, aty do bëhet përzgjedhja pastaj se kush përfiton më shumë. Me mbarimin e fazës së dytë, më pas niset e faza e tretë, që është përzgjedhja e fituesve, i cili këtë vit është rritur dhe ka vajtur në 1000 fitues. Pra, ajo që duhet thoja është vetëm fakti që nga këta 2500 veta cilët kanë fituar, do përzgjidhen 1000 veta për fazën e tretë. Lista për fazën e dytë përmban dokumente dhe vërtetimet e kërkuara që duhet të dorëzojnë aplikantët në kuadër të programit. Janë një sër dokumentash që do plotësojnë, që nga vërtetimi që nuk kanë pronësi, që nga deklarimi të ardhurave që ata kanë, që nga certifikata familjare, pra varet nga individi që ka fituar. Në total janë 1500 kuota, të cilat përfshin edhe përfituesit që mund të pranohen nga ankimimet në rast kualifikimi në fazën e dytë. Është ndarë nga jeta në moshën 99 vjeçare aktori i njohur Koço Qëndro, një nga figurat më të spikatura të teatrit, estradës dhe kinematografisë shqiptare. Me një karrierë prej më shumë se 6 dekadash, ai interpretoi qindra role në skenë dhe kinematografi, duke lënë gjurmë në historinë e artit shqiptar. Ndër interpretimet e tij më të spikatura mbetet roli i Harpagonit në komedin Kopraci, ndërsa në kinematografi u dallua në filma si Teti në bronz, Përballimi dhe Agimet e Stinës së Madhe. Koço Qëndro u nderua me tituj të shumtë, ndërsa së fundmi u shpall edhe ambasadori i qarkut nga Këshilli i Qarkut Korç. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.